Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Këtë javë, marrëdhëniet romantike mund të sjellin surpriza të këndshme, veçanërisht nëse jeni të hapur ndaj diskutimeve të sinqerta me partnerin. Beqarët mund të ndjejnë një tërheqje të papritur ndaj dikujt që nuk e kishin vënë re më parë. Në punë, do t'ju duhet të tregoni fleksibilitet dhe të përshtateni me ndryshime të papritura, gjë që mund të sjellë edhe mundësi të reja. Kujdesuni për shëndetin tuaj duke shmangur stresin dhe duke gjetur kohë për relaks. Financat do të kërkojnë vëmendje, ndaj shmangni shpenzimet impulsive dhe planifikoni të ardhurat me kujdes. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Kjo javë sjell harmoni në jetën tuaj dashurore, sidomos nëse i jepni rëndësi ndjenjave të partnerit. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush i ri në rrethin shoqëror, ndaj mos hezitoni të dilni më shpesh. Në aspektin profesional do të përballeni me sfida të vogla që kërkojnë durim dhe bashkëpunim me kolegët. Kujdesuni për shëndetin, pasi lodhja mund të ndikojë në energjinë tuaj, prandaj pushoni sa duhet. Në planin financiar do të keni mundësi të rritni të ardhurat, por shmangni rreziqet e panevojshme. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Në marrëdhëniet personale do të ndjeni nevojën për më shumë komunikim dhe mirëkuptim, sidomos nëse ka pasur mosmarrëveshje kohët e fundit. Personat beqar duhet të jenë të vëmendshëm ndaj sinjaleve të reja që vijnë nga dikush në ambientin e punës. Në karrierë do të keni mundësi të shfaqni talentet tuaja dhe të merrni vlerësime nga eprorët. Për shëndetin është e rëndësishme të ruani balancën mes punës dhe pushimit, pasi lodhja mund të ndikojë në humorin tuaj. Financat janë stabile, por shpenzimet e papritura mund të shfaqen, ndaj ruajtja e një buxheti do të jetë e dobishme. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Kjo javë mund të sjellë momente të bukura në çift, veçanërisht nëse ndani më shumë kohë dhe përkushtim ndaj njëri tjetrit. Beqarët kanë mundësi të takojnë dikë interesant përmes aktiviteteve të ndryshme sociale ose në një udhëtim të shkurtër. Në punë do të ndiheni më të motivuar për të marrë iniciativa të reja dhe mund të merrni mbështetje nga kolegët. Kushtojini vëmendje dietës suaj dhe mos e neglizhoni aktivitetin fizik, pasi energjia juaj do të jetë në rritje. Financat janë në përmirësim, por shmangni investimet e mëdha për momentin. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Javën që vjen, marrëdhëniet dashurore kërkojnë durim dhe mirëkuptim, sidomos nëse partneri është i tensionuar. Për beqarët, një takim i rastësishëm mund të kthehet në diçka më serioze nëse tregoheni të hapur. Në aspektin profesional, përqendrohuni në përfundimin e detyrave të mbetura dhe shmangni konfliktet me kolegët. Shëndeti është i mirë, por një kontroll rutin nuk do të ishte i tepërt. Financat kërkojnë kujdes të veçantë, ndaj planifikoni shpenzimet dhe kurseni për të ardhmen. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Dashuria do të jetë në qendër të vëmendjes këtë javë, ku ndjenjat do të thellohen dhe marrëdhëniet do të bëhen më të ngrohta. Beqarët mund të ndjejnë një tërheqje të fortë ndaj dikujt që ndan të njëjtat vlera me ta. Në punë do të keni mundësi të merrni pjesë në projekte të reja, por duhet të jeni të kujdesshëm në marrëveshjet që bëni. Shëndeti kërkon më shumë aktivitet fizik dhe kujdes ndaj stresit të përditshëm. Në aspektin financiar, është koha të mendoni për kursime dhe të shmangni shpenzimet e panevojshme. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Këtë javë, marrëdhëniet tuaja dashurore do të jenë të mbushura me pasion dhe momente të veçanta, veçanërisht nëse tregoheni të hapur ndaj ndjenjave të partnerit. Për beqarët mund të lindë një ndjenjë e re në një rreth të papritur shoqëror. Në punë do të ndjeni presion për të përfunduar detyra të rëndësishme, por përkushtimi dhe organizimi do ju ndihmojnë të arrini sukses. Për shëndetin, është e rëndësishme të ruani balancën mes pushimit dhe aktivitetit. Financat janë të qëndrueshme, por mos merrni vendime të nxituara për investime. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor.
Javën që vjen do të ndjeni atmosferë të ngrohtë në marrëdhëniet personale, ku komunikimi i hapur do të zgjidhë keqkuptimet e vogla. Beqarët kanë shanse të mira për të krijuar lidhje të reja, veçanërisht përmes miqve të përbashkët. Në aspektin profesional do të merrni përgjegjësi të reja që do t'ju ndihmojnë të përparoni në karrierë. Kujdesuni për shëndetin duke ushtruar rregullisht dhe duke ushqyer shëndetshëm, pasi energjia juaj do të jetë e lartë. Financat do të përmirësohen, por është mirë të jeni të matur në shpenzime. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Në dashuri, kjo javë kërkon më shumë përkushtim nga ana juaj, pasi partneri mund të ketë nevojë për mbështetje emocionale. Beqarët duhet të jenë të gatshëm të dalin nga zona e tyre e rehatisë për të takuar njerëz të rinj. Në punë do të përballeni me disa sfida që mund të zgjidhen vetëm nëse bashkëpunoni me të tjerët dhe pranoni këshilla. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos e neglizhoni pushimin dhe kujdesuni për mirëqenien mendore. Financat kërkojnë saktësi në menaxhim, prandaj planifikoni çdo hap me kujdes. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Kjo javë mund të sjellë rifreskim në marrëdhëniet tuaja, duke ju ndihmuar të zbuloni anë të reja të partneri ose të forconi lidhjet ekzistuese. Beqarët duhet të jenë të vëmendshëm ndaj mundësive të reja që paraqesin persona të njohur përmes punës. Në aspektin profesional do të ndjeni nevojën për të marrë vendime të rëndësishme që mund të ndikojnë në të ardhmen tuaj. Kujdesuni për shëndetin duke ruajtur një rutinë të rregullt dhe duke shmangur ngarkesën e tepërt. Financiarisht, është koha të rishikoni prioritetet dhe të shmangni shpenzimet e mëdha. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Dashuria do të jetë në fokus këtë javë, me mundësi për të thelluar marrëdhëniet ekzistuese ose për të njohur dikë të veçantë për beqarët. Komunikimi i hapur dhe ndarja e ndjenjave do të sjellin afërsi më të madhe me partnerin. Në punë mund të përballeni me sfida të vogla, por këmbëngulja dhe puna në grup do ju ndihmojnë të arrini objektivat. Për shëndetin është e këshillueshme të kushtoni më shumë kohë relaksit dhe aktiviteteve që ju japin kënaqësi. Financat janë të stabilizuara, por kursimi duhet të mbetet prioritet. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Këtë javë, marrëdhëniet personale do të përmirësohen ndjeshëm nëse tregoheni të kuptueshëm dhe të gatshëm për kompromis. Beqarët mund të përjetojnë emocione të reja që vijnë nga një takim i papritur ose një misi e vjetër që merr tjetër drejtim. Në punë, angazhimi dhe përkushtimi do të shpërblehen, por mos u ngarendni pas rezultateve të shpejta. Kujdesuni për shëndetin duke i kushtuar rëndësi pushimit dhe ushqimit të balancuar. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet për gjëra të panevojshme. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.